Ukraina është rënditur nga një prej skandaleve më të mëdha të korrupsionit gjatë luftës që nga pushtimi i Rusisë 3 vjet më parë, pasi jetuesit bastisën shtëpitë e zyrtarëve të lartë dhe një ish partner i biznesit të presidentit Volodymyr Zelensky si pjesë e një hetimi mbi një skemë të dyshuar korrupsioni në sektorin e energjisë së vendit. Qeveria e Ukrainës vendosi të pezullojë ministrin e drejtësisë Herman Galushchenko në mes të një hetimi për korrupsion në sektorin energjetik. Autoritetet ukrainase akuzuan 7 individ në lidhje me një skemë të dyshuar rishfeti prej $100 milion që përfshinte zyrtar të lartë të energjisë, e cila ka shkaktuar zemërim publik dhe ka përqendruar vëmendjen në betejën e Kievit kundër korrupsionit. Galushchenko, i cili më parë kishte shërbyer si ministër i energjisë, ishte subjekt i veprimeve hetimore, thanë autoritetet në Kiev. Galushchenko u pajtua me vendimin e qeverisë duke thënë se pezullimi për kohëzgjatjen e hetimit është një skenar i civilizuar dhe i përshtatshëm. Do ta mbroj veten në arenën ligjore dhe do ta provoj pafajësinë time, shtoi ai, pa ndarë më shumë detaje rreth shkaqeve të hetimit. Gjithashtu nën akuzë është vënë dhe një ish partner biznesi i presidentit Zelensky, i cili është arratisur nga vendi. Deri më tani nuk ka akuza se vetë Zelensky ishte i përfshirë në skemën e korrupsionit, por akuzat kundër një ish bashkëpunëtori të ngushtë janë potencialisht të turpshme dhe kanë nxitur paralajmërime nga aktivistët kundër korrupsionit se presidenti duhet të sigurojë që hetimi të lejohet të vazhdojë. Akuzat për rishfeta në sektorin e energjisë janë veçanërisht të ndjeshme për publikun e gjerë në Ukrainë, i cili po përballet me ndërprerje të gjata ditore në pjesën më të madhe të vendit si pasojë e bombardimeve të Rusisë.